Atëherë, përshëndetje të nderuar dëgjues dhe miq të Florida Shqiptare TV. Jam këtu në Boca Raton në një intervistë ekskluzive me ish ambasadorin e Shqipërisë në OKB, zotin Bashkim Pitarka. Është nder i madh për mua që të jem këtu sonte edhe të marr një intervistë për ju. Do dëgjoni jetën e tij, historinë që nga fëmijëria, edhe njëkohësisht ato eventet e mëdha të cilat kanë lënë shenjë në historinë edhe diplomacinë shqiptare. Kam me gjithmonë kënaqësi që po më drejtoheni në kamerën e televizionit Florida Shqiptare. Florida është shqiptare sepse është një numër shumë i madh shqiptarë që kanë ardhur. Imagjinoni, shqiptarë kishte vetëm në Boston edhe në New York disa. Tani kudo i gjen shqiptarë. Dhe kjo është dhe kënaqësi edhe fat për ne. Unë kam kaluar një jetë të vështirë derisa u bëra diplomat. Kam filluar të punoj që në moshën e re 11 vjeçare. Linda bashkë në kohën e luftës. Ne ishim vendosur në një barrake të vjetër në lagjen e peshkatarëve në portin e Durrësit. Në atë kohë, forcat ajrore aleate anglo-amerikane bombardonin portin e Durrësit dhe në mënyrë të veçantë cisternet e benzinës dhe të vajgurit të kompanisë italiane Agip. Imagjinoni, ne ishim rreth 300 metra larg tyre dhe copat e sharpnelit dhe të bombave vinin deri ke ne. Babai edhe nëna me vrap na fuste në Bodrum. Bodrumi ishte me ujë se vinte deti deri aty. Në burg të detit. Ishte një barrake ngritur mbi disa shtylla betoni apo druri. Dhe nëna ime më mori lurikun, ishte nëna sapo kishte marruar kohën e saj të qenë lehohen me mua. Më mori me vrap edhe më çojti atje dhe mori një govat tonën që më lanin mua për i druri që të më mbulon dhe mos më binin mua ciplet e bombave. Dhe në të gjithë qeshin ata, dhe i dhe nëna, më përnërën ju, kjo është nevojshme. E ja kështu shpëtonin mi, po disa herë do të ulishim me vrap, të futeshin në Bodrum, se bombardimet ishin të vazhdueshme. U rritëm në atë barrak, u rritëm 8 fëmijë, 2 kishin vdekur dhe 8 fëmijë jetuan. Na ishim 5 vllazër dhe 3 motra. Ishim familje e pasur shumë që vinin nga Dibra e Madhe në Maqedoni. Qoftë nga nëna edhe nga babai, baballarët e tyre ishin feudal të Turqisë. Kishin punuar me turqit. Gjyshi jon kishte një kompani të madhe që furnizonte me bukë dhe me ushqime këto divizionet turke në Evropë edhe në Egypt, deri në Egypt i çonin. Djemt u rritën ashtu duke punuar e duke shkolluar. 2 nga vëllezërit e mëdhenj bën liceun italian në Durrës edhe u punësuan nga italianët në kompanitë italiane. I mëdhaj madhi Rahmiu në kompaninë e ushqimeve ishte përgjegjës për këto ushqimet në Prishtinë dhe në Tiranë për që i çoheshin ushtrisë turke bukë. Ndaj dhe familja jonë ka emrin e bukës. Ne jemi Pitarka. Në Dibër të Madhe dhe edhe në Peshkopi andej prodhohet buka simite të mëdhaja që quhen Pitarka. Andaj domethënë kemi origjinën e vjetër nga Fushqillna, vendi ku thonë është origjina e Skënderbeut. Nëse është histori e gjatë kjo, po vëllezërit e mi fliqin gjuhë huaja. Kishin mësuar italisht dhe frëngjisht. Vllai Sulejmani që u bë më vonë aktor, punonte në bankën e shtetit në Durrës me italianët. Dhe ai ishte ekonomist. Ekonomist ishte vllai i madh. Vllai i tretë, Masari, ai që në moshën 14 vjeç, bënte punë tjetër, po me një tabakam, me një kuti, shkonte shiste leblebie që i themi ne, qiqra, të pjekura, apo para kungulli, apo para të lële bildë ke italianë në divizionin italian.
E kështu mbashin, domethënë. Babai merrte 2 lira. Babai e kishte origjinën nga Dibra e Madhe dhe erdhi në Shqipëri në kohën kur përcollën ish mbretin Zog nga Dibra e Madhe për në Shqipëri. Ai dhe kushëriri i tij i parë, ja Xhaxhai që kishte si vëlla, ishin 2 eskortat kryesore të ardhjes së Zogut në Shqipëri. Prandaj babai e të roqën disa Dibran nga Durrësi, kushërin tanë, gjeti një punë do si do, dhe u munduat të në rrishte. Sulejmani u bë aktor. Nga ushtria mësojti të bëhet aktor. Kishte luajtur në ushtri, ishte në Gjirokastër, 3 vjetë ushtar, dhe atje organizoi ai vetë teatrin në repartit ushtarak. Dhe gjithmonë thonte Sulejmani, regjisorja ime e parë ka qenë nëna. Nëna ishte e muhabetit, sa jonte ngjarje, kur kish vdekje, i bënte njerëzit për të qeshur. Kur kish dasëm, nuk shkonte. Dasma thonte bëhet edhe pa njerëz. Po vdekja do njeri unë pranë. Ashtu. Dhe Sula e thonte gjithmonë. Që një kohë, Sulejmani kishte shkuar shpesh me shërbime me këto shfaqjet e teatrit popullor. Ai në vitin 50 u bë aktor i mirënjohur i teatrit popullor, teatrit shtetit. Dhe shkonin për turne nëpër qytetet dhe fshatet e Shqipërisë. Dhe kishte kohë që shkonte ka nëna. Mirë po ai ishte vizitori i parë nënës. Edhe i vjen mas 2 muaj që kishin qenë, edhe e ishte një anari. Shkoi, ai vinte i pari atë. Kishte janë me nënën, i bishin derës me unaz, kuptohesh kush ishte. Nëna kur shkonte tek ai dhe ky kur vinte tek ne. Dhe erdhi shkoi, mori ta përqapoi nënën, i tha, "Nën bre, lëm të të putha te ku më ke qitë. Se më ke bërë njeri kaq." Edhe ajo e përqapoi e puthi në ballë, pa shurat në birë. Kështu ishim marrëdhëniet tona. Mirë po, varfëria bënte të saj. Imagjino ne ishim në një dhomë që kishte oxhak. Fëmijët mësonin rreth llampës, zirëshin ku t'ishin në rrethin e parë, se ne ishim 8 fëmijë. Unë i bori shkosha pikturoja gjë, po s'bëja shkollë. Ato hashëm një tjetër ku ishte më afër llampës, llampa i guri. Atje oxhaku bu bënte, po këtu më hapëshim, nga mrapa pëtopëshim. Se çfarë frynte, e çfarë binte në përjashtë, binte dhe brenda. Gjithandaj kishim kova e govata për pritur shiun që na pikonte. Shtje vjetër, në barake, e kishë ndërzuar shpejt plakun, për vetën e tij, pastaj erdhi nëna. Nëna ime kishte mbetur në Dibër të Madhe. 2 vjet babai nuk e mori dot familjen. Dhe nëna ka shitur i dha gjithë bijuteritë dhe floririn që kishte familja e saj, gati 2-3 qese të mbaja me bijuteritë të shtrenjta, u dha doganierë dhe Maqedonas në kufi, që i lejon t'i marrin 2 djemtë me vete. Kështu që vllai i madh dhe i dyti Sulejmani edhe Ramiu erdhën në Tiranë, fillimisht na pritën këto Dibranet e Dibrës Madhe i pritën. Edhe shkom në Durrës pastaj se babai e rregulloi atë me teneqe, me terasa. Ashtu. Pra, atje u rrita. Unë ulesha do shkallë vogla atje dhe shifsha babën që merreshe me lulet, i rregullon dhe lulet. Vëllezërit kur shkoshin për punë, e vujshin dorën tek koka ime se kisha blu kaçurrele, edhe më puthshin dhe ikin, edhe rriurt thoshin, ë? Edhe mos të ngasi njeri, nda thosh neve, se po të më bini njëri me shpull, bëhesh e nami prej Sulës e prej vllait tjetër. Nëse. Shokët e tij më mbanin pranë, edhe më qyshin çuni Sulës, se unë gjaja shumë me Sulejmanin, atë që ka qenë aktor. Dhe më mërnin në poth kur zhvilloshin ato ndeshjet e notarëve të Durrësit, edhe me lidhje militarën të shtroshin në ujë, që të mësojnë notën. Në moshën 4-5 vjeçare më kanë fut në ujë dhe kam mësuar notën. Peshkatarët që vinin ke bregu, bënin nga njerë do veprime kriminale. Në det, se hidhshin dinamit për të vrarë qefullin, se aty porti ishin mbushur me qefull, se kishte ushqim. Aty vinte kanali ujërave të zeza të Durrësit të Tiranës.
Këtu më në krahun tjetër ishte ajo kasapana e qytetit ku thërëshin baktia dhe merrnin lëngun e mishit e çonin spitalit të fëmijëve. Ndërsa ne shkonin me tenxhera i merrnin mish i zirën e jepnin neve lëngun e çonin spitalit. Edhe pra kjo ishte gjendja. Dhe aty një peshkatar i vjetër, Xhaxhi Pashan, që ishte nga Tivari. Ishe nga Tivari. Edhe kisha ardhur me kohë marinarë, dhe i zende peshë. E na merte me barkën e tij, na udhë atje, ku udhën dinamitin këta, ne shkoshim me në dhe mbushim koshat me peshë. Baba im çmendeshte, kur e mori veshun çmend, nana po ashtu, e shan, Mari Pashan, si na dole këtu, ne të kemi mikë, ne i qoshim ushqime, i gatunim, ja lanë dhe nëna roba dhe gjitha. E kështu ishte, një ditë bukur, baba jonë, po pinte kape ke kryzimi i rrugëve, katër rrugëve ke Shjakën. Ke parasysh, ka qenë një kafe, mund kryzim. E baba jonë i shokullë pinte kafe e cigare, po vinte Mberdi Zog me limuzinën e hapur. Limuzinën e gjyshit e Edi Ramës, që të regonë. Ave, prej që ishin tjerë, ne shkonë gjithë, do e nëru Zogun shumë. Baba im asë nuk lujti. Bëni si kur s'pa. Zogu t'i bëni për shtypje. Mbreti, mirë, thonë, po si gjithë tjerë, do të nëron të dhe i plakësht. Ma firni, për se për shkërbet. Doli nga makina, erë ke kapi, e thotë, një tjetër do të mirë zëtni. Të mirë dhe të thonë, o, lëfë madhni, për shëndetje. Edhe nderojti. Ha, përse nuk më nderove? Kur kalun edhe në gjithu, së bura redha, me në ke hadhe dhe shpi, tha, familjen e kam një tufë fëmi, me 2 lira në muj që të bëj. I kam putë fëmijë që të vejgjën dhe përnu. Si ti, më kyzatë, më duke dhe njoftën. Dhe si e emrin, Ramiz Suleman Pitarka. Që i Suleman Begi, si thot? Po, thot. Po ti ishe thot me atë kushenin tonë që më shoqërut me ardhë në edhe rinit dhe disa herë ke makina ime kur kalum kufinin. Edhe i kishit pjësjodhe dhe më shëpe. Po, thot, unë kam qenë, edhe e përqaton, zogu. Ky njëri shumë, di thot, pa mirë ku puno? Pa rojen në kryporën e kavajës. Atje, bësa me 2 lirë. E thërë dhe të janë, ma e shënit, t'ja bën 20 lira. Nga 2 lira, 20 lira e bëni. Lirë dhe ja bëni. Atë ko, bëda im ndërtoj një aneks me tulla, e riparun disi më shtëpin, u përgatit dhe fejesa e motës mame tonë, dhe ajo në atë kohë se ishte reze e kishin fejuar. Edhe lufta, më ndalë edhe martesën. Kështu që arritën në luftë. Lufta mori 2 vëllezër dhe mi i mori partizan. Vllai i tretë dhe i katërt. 2 të mëdhenj si la baba. Se ata i kishte martu dhe thonë që të mbajnë një shpinë, kush do ju i mbaj shpinë? Pse për ju kam betur Shqipnia që lërë, që e ta 2 të rinjtë, në shkojnë, iku. Vllai më i vogël ishte 14 vjeç. Edhe u plagosë në luftën për qërimin e Tiranës. Shkoj nëna i thotë të di komisarit, më lironi, dhe ishte fëmijë, shqeve dhe do kishë marrë një plumë në gjuhë. E nese e liruan edhe nuk shkoj ma. Ndërsa Masari ka një historinë vetëm. Masari ishte vllai jonë i tretë. Me kishte edhe mocën ndërmjet. Ishte viti e 1924 shtirimit, ai nuk erdhi. Ishte shku me brigadën e Ramizalis, i shku në Denis Fetigrade, andaj me luftu Gjermanët jashtë Jugoslavisë, dhe jashtë Kosovës, jashtë Jugoslavisë. Dhe ne gjitha qamë se thanë është vrarë në luftim. Me është vesh atërë, si britë shenë, ishim në luftët sipër, nuk ishim kohës të varrosnin, mi thanë. Në qao, baba. Por, eri viti 1995, 1925. Ishte Vigilia e 3,
ishin ullur gjithë pranë sofrës. Nëna kishte gjetur 2 pula në fshat, ke një kushëri e jonë, dhe i preu ato 2 pula. Se s'kishte gjetur deri atë gjarash. E kishte bërë një darga dhe aty gjithë pranë vatërës. Ura dera, tek. Kush është atë nana? Shko më shipe kush është. Merret vllai jo, se shkoj unë thonë nana. Shko nana atë derën. Wow! U lërimën një plaka, mosari. E kapën një dhe e binë të dy, u bie të fikt në kratë e njëri tjetrit. Kishte ardhur si i vdekur. Ai kishte plagos dhe një familje bosnjake fshatare e kishte marrë në shtëpinë e tij. E kishin mjeku edhe plagët e plumbave, 2 plumba kishte marrë, edhe tipën e mollit. E kishin zonë ai kufon. Me një ashtu uniformë shtarake të vjetër një kapot gjermane. A erdhi atje, ma erdhi. Ata ne gjithë në pumë atje. Unë ishe i vogël, gjashtë masajë, gjashtë dhe vëllai. E kështu, atë vite fesëm për në parë familja plot. 2 vllazën na kishin vdekur. Të 2 majtjen e emër Selaudin. E plaku im, 3 herë që lindi djalë, ja bori emër Selaudin. I treti jetoj ti. Dhe vdiq 91 vjeç. Vdiq në Prag, ati ke i biri është në Prag. E kështu erdhi puna, ne ik njëri transferohu se këta që kishin bërë luftën jetën dhe punë. Njëri vllai Masari që ishte smur, ishte kapiten i ushtrisë, e qonë në regjimentin e Tiranës. Atje me një titist edhe simpatizant i Koçit, u zonë dhe komorët. Vllai im që do edhe i proveshën ati, edhe i futën burg. E përreshën nga partia, mbas kur doli Koçi tradhtare, dënuan e bën, e liruan dhe këtë dhe i thanë, bëj lutje dhe shifë, bëj lutje dhe, me lutjen ju mu su largova vetë nga partia. Po me që më keni për zanë nga partia, nuk du të i marrë nga partia. Së që e imja. Se me që shumë, si që në keni thamë, nuk në ka dalë. Si pletë shumë, si armik, unë erë dhe në 25-ën, në plagë, luftë, tim që mu armik. E kështu, vëllai e kalojti. Ky i vogli që ishte qenë atje, e morën ushtarë, edhe për në Tiranë. Mësojti telegrafi. Telegrafë dhe e futën ke bëshgjimit që u bënë ushtrive të huja. Me këto, që dinte i që kitalisht e që përgjishin nga të rrëdha i vogli. Edhe u bë oficer i Ministrisë Brendshme. Më vonë pastaj kërkoj dalë i pension e u largu. Edhe vdiq në Prag. Unë isha më i vogli, erën atje, qaj më bo, pse ikëm nga Durrësi. Se bëra vetëm fillore në Durrës. Klasë e 5 e fillova në Tiranë në shkollën e Prashni. Atje qëllova në mësus të mirë. Një mësus akoma takoni. Është gati 90 vjeç, e Qusar Çakmaxhan. Është armen në origjinë. Njëri për sos. Unë sa herë shkoj në Tiranë, kape në mëngjesit me tepin për ditë. Kam kënaqësi. Edhe i më donë shumë. Edhe mbajmë akoma lidhje me Facebookun, të shohësh Facebookun e tim, sari edhe. Ato puthjet që më tërgone shumë. Dhe unë kam qenë nxënës i mirë. Nana im binte në shkollë vetëm për të marrë ato flet lavdrime dhe diplomat. Unë erë edhe diploma për teatrin, se u aktivizova në 7 vjeçare, edhe në të mesme, edhe në universitet. Bile në universitet, kur ishe në vitin e 3 të gjuhës të letërsisë angleze, ne festonin për vjetorin e lindjes Shakespeare-it dhe festonin në pallatin e kuklave, ku ishte teatri kuklave. Atje benim disa skena nga dramat e Shakespeare-it, në vitin e fundit, kur ishim në vitin e 4, mua me dhanë rolin e Hamletit. Dhe robot i mora të në infrashi që i kishë luajtur po këtë rol nga rekuizita e teatrit popullor, se më doni gjithë. Mua më kishën marrë 2 herë për të qenë ashtu aktore i vogël për 14 vjeç dhëndrin e tij, edhe ke orë dhe Kremlinit, ato bradjak, ato rrugaqet që lypnin e vidhin e bënë. Mirë po pastaj erdhi ai Rusja, ai mori nga këta të mëjtë. I bëri tamam bradjaka, bandit. Çdo ishin, mi po unë kisha pasion shumë.
Shkojnë në Radio Tirana dhe lexojnë emisione rinis, skeqe dhe kupletet të ndryshme në gjuhën shqipe. Kur më vonë mos i marrë dhe më bara, pa le të provoj mirë, tha, si e ke anglishën ti? Tha, në kanë thënë që e student i shkëlqyer. Qa shkëlqimi dhe mësojmë anglishën në Shqipëri. Qa shkëlqimi mund të kemi ne po? Në botën e qorrave ne jemi bërë mbretër. Hajde të inqizojmë, më putën në sala në inqizim, më inqizuan, pa 3.000 lek në muaj, pa, të japim. Unë 3.000 lek me shabus, një bursë, gjithë. Mi theshë, më se, do ishte inqizoshë, po theshë pa mërë gabime, se më së putën në burë. I që e liu parë. Ajo shoqja ime, që ishte kolegje drita të rëqini, që po të ajo, me një shqiptim të bukur shumë, u abëri me kusht, që mos më bani punën në radio. Mua si për dreq, më qonë e mërimin në më kishin caktuar të punoj në sektorin e jashtë, të komitetit qendror. Se isha marrë në për kongresu si përfyes dhe interpret që i shoqëroja delegacione, isha shefi grupit përfyesave. Edhe në atë kohë pastaj, unë kisha filluar Radio Tirana. Si speaker. Këta bën kërkesë të marrin për redaktor. Edhe më bën shef të redaksisë marrëdhënie me jashtë. Marrëdhënie zeze, çfarë marrëdhënie kishte radio televizioni shqiptar? E di çfarë bëja unë gjithë ditën? Kishim blerë zarfa, kishim botuar një lloj kartoline që u çonin dëgjuesve kur na bini që e kam dëgjuar Radio Tirana në këto valë, në këtë cilësi. Lutem na konfirmoni. Edhe unë i veja firmën, pullot edhe njësë. Kur shkuam në ndërtesën e re të televizionit. Atje vjen Ramizalia për në parë me pa. Se ai kishte propaganda me këto. Unë isha ullur në trezën time dhe isha vu këtu zarfat, këtu kartolinat. I merë dhe i fuqat. Edhe. Me pështim, sa e pasha Ramizali ke dera, pështima mirë dorën dhe apës balë. E u pitarkë, se i më kishë pas përfyst. Qa më të këtu dhe? I thashun, e keni gjohë dhe historinë e ati, që shkoj ke posta, gjeti punë, qa punë? Në zori labën lyshë njërëzit pullot. Ja krisi gazë, po këse punë më nuk. Gjoja unë shefi i sektorit të jashtën të radio televizion. Ne në vinë letër nga radiot e televizionet në s'majmë lidhje. Mund ka nërë ftesa nga BBC-a të bëj kurs të gjuhës angleze për një speaker edhe reporter, mua nuk më dhanë lidhje. Edhe dhërata që mi dërgojtë një dëgjues nga ime, që e dhëronte shumë Shakespeare dhe punonte në teatrin mbretër të Shakespeare, ajo mi dërgojtë një album komplet me verbet e Shakespeare, me Laurence Olivier në këto, edhe një dolgë i gërshë, që i thonë në plakave të mdoja, me një nga 2 dramat të Shakespeare, të lojtore nga Laurence. Ata i këshën thyrë dramën, edhe atë albumin ma bajtën ka që kohë, dheri sa më shkoj e mori vetë drejtori. Dhe kjo që, një po herë një kohë që më dhanë 2 emisione me ba. Unë redaktor u bëra, më kalu në redaksinë e jashtë, që i thara Ramizi, që për këse e keni marë, ne e morën dhe e donë, ne kemi nevoj për të. Po jo, aji është, e ka dorë për shkruar, është gazetar. Shkruar për gazetën luftari, për gazetën bashkimi. Shkruar në shkrime, për politikën e jashtë, për problemet ndërkombëtare. Edhe, për ne neve kemi vendosur ta dërgojmë shef për redaksisë jashtme. Aji se e kemi të smurë shefin. E më dërgu në të. Unë bëja emisionin, deri 2 punoja, në 7 deri 2 punën. Mi punë isha për të bërë shkrime, komente, relacionet ndryshme për botën, për problemet e rinjës mesme, problemet e luftërave ku për shpillohen, që ajo ishte propaganda e këtyre. Ne jemi në mbrojtjes e drejtës popull për vetë vendosja, sepse vetë kemi qenë një popull, që kemi vendosur vetë, kemi bërë luftën i mështiru. Ky ishte e modo. Ashtu, mirë po unë, duke bërë një inqizim një ditë të emisionit tim në anglisht, ishte ora 2:30, 3, ishte shumë i lodhur. Kur unë më bjetë fikë. Për një mikrofon,
bie, më marrin me vrat me makinë në drejtori, më çojnë në spital, e atje ato kujtoni se kam patur një infarkt. As nuk zbulur as infarkt, as hemorragji cerebrale. Dhe ka patur një spasm, një ngushtim, të me gjatë. Edhe më fynë drejtë në mikrofon prapë për të injizuar po atë emision. Atëra unë më tash, that's enough. I have had enough. Më japë me kaqë. I thash, nesër më bëni largimin nga radio. Nuk du të punoj më. Jo thash, më lejoni të shkoj të punoj në shpinë botuese, ose mësues, se qarë du unë. Një këtë, për atë kam marruar, s'kam marruar për gazetari, mu zdinë gazetari, i keni iqë në universitet studente. Ashtu. E dy të dyja, një në 7, një në 4 më dreke. Nuk shkoj të nga bukë më dreke, jam rishë se martuar, nuk shkoj grunë të me. A di që keni më bine dhe di grunë, se kam gjithë të 2 dhoma, këtu me salonë me tjetër, tjetër këtu, po 7 me 7. Jo ke arsye individuale për karrierizëm, se më ndonë që unë prapë du të shkoj në komitetin qendror. Karrierizëm i qenë përkthyes në shpinë botuese, apo mësues i anglishës, ku do japësh treggisht tekst, se në 3 vjeçare do jepshim se të mesme nuk e kishin bua akoma inglishën. Bëra për pjeke dhe u largova. Ata më këputën një thashe nga mrapa, edhe thanë që e kemi quar për punë me për edukim në fshatët ma malore të Shqipënisë. Me quar në fshatët e Baldushkut, për 3 Baldushkut, ma afër ishin ishtë fshatët Peqinit, ishin kalu me rrethën e Tiranës. 8 orë rrugë nga rruga automobilistike në kam. I shkojnë një njavë, më jenë shmi. Pse? Ky u largohet thot nga Elçoj vinë e parë të frontit kundër imperializmit dhe revizionizmit. No, më futin në politikë. Unë shkoj ke Bearshi dhe ja shpjegoj. Bearshi dhe miki familjes tonë, se shok i ngush me punë në Motrës, që ka qenë ambasador, dhe me motrën time gratë ishin shoqe. Kishin misi, kishin një djalë të sëmur me këm e ashtu Ander Kabap, që e majtën gati 3 vjetë e majtën në Çeki, kur a ishte ambasador në Çeki, buri Motrës, ata e majtën në ambasad djalin e tij dhe këto si arronë një kur. Ajo besebet, pitarkën e keni shku në fshat. Po dhe s'ka bërë punë fizike, për 5 vjetësh s'kish bërë punën fizike, edhe qojmë se. E vete ka nevojë të regenerohet, a i tani do me u lërgu nga radio. Mirë në të lërgohet, shkoj mësus. A i për mësus ka marru. Mirë. Bearshi dhe një shku, komitetin ekzekutiv, ktheheni, bëheni pedagog në Akademinë Ushtarake. Kam dëgjuar që ati do vihet gjuha angleze. Kjo është nga më të mirët për këtë punë. Edhe më qonë në Akademinë, në shkollën e bashkuar në Beroqa. Atje unë bërë edhe tekstin e gjuhës angleze me terminologjinë ushtarake. Deri edhe marshimet apo atë stërvitjen si i thonë, stërvitjen e parakalimeve, edhe atë u bëja në anglisht. Për armatimet, gjithë emrimet, zbërthim automatiku, pushka, gjithë të gjërën, në mënyrë që t'i klimatizoja. Edhe dyta, në fund të orës mësimit, u lezoja ose u thoja humor anglez. Prisë më qesh, nuk qeshin, se humor anglez e ndigjon sot që a qesh nesër, të nesër. Kur një dit, i shkreti komandant i shkollës, ishte një Enver Begeja, një eri mrekullueshëm, shargi i Zotit. Kur hynin të ai në shkollë, vinte oficerë e rrugës paraqisht të shkolla, gati, to. Shkolla ku, unë në të ardhë dhe unë. Ku janë njerëzit? Pa që njerëja do jetë të komandën, se po i komandant. Kur një ditë ai bëni milete se isha në kunjë, mësues i zjarrit, i zjarrit, për dërin në armëve, që nuk ka disiplinë kursi. Kursi 3 vitit 2, nuk ka disiplinë. Edhe në afirë ne ishim 2 civil. Ajo gruaja që jepte rusisht dhe unë anglisht.
O, bo, po si, qeshin me të madhe. Po edhe më të shonë bëdele, kur i kisha orë në mësimit, mas të e yra unë ta. E pas kam pa e nëndër, zë që o kam në pëse, po unë kam tërgu, ju lezoj çdo vit, ju lezoj sa herë kam mësimit ta, ju lezoj humor angles. Po më lërë angles, ta një gjësh tani dhe e të qeshësh nesme. Apo kështu është mirë. Herë tjera edhe që vini mu, mrapa këti edhe ju përpara. Pa ndojë morarë. E kështu ishte shko. Do t'i hoqen që do huaj generalët donën. U bë atërë të bë reformë, hoqen gradat dhe gjitha, që do t'gjoha ushtarakve, le të mësën armëtimet, e të mësën artin luftarak, e tjera. Unë së besoj e do të generalët kam të kështu, po. Po të shë, ka që ignorantë që ka generalët tuke ne. Po mirë më të shënë gjë, armët i marim nga Kina, kush i kinesë? Asë po ama liber shpegus janë një anglisht. Armatime marim nga pjesë ndrimi nga Suedia, unë i di këto gjëra, Gjermania për një more këto, marim. Po atë gjithë e inglisht janë shpegusët, e libret që i shoqërojnë armatime. Shkon oficeri i merë ndërësim armatime, zdi përse janë, si t'i përdorin. Duhet të frasim teknikëm. Edhe hoqën një vërë. Kur unë shkoha pasaj në Ministrinë e Brojtjes, më qonë ata institutin e ujrave të zeza, që i qëjti e në Roqa. Dhe Sadik Bektej që ishe drejtarë. Unë përkëthyës isha, s'kisha, asë punë, asë gjatë. Që të përkëtheja unë dhe zjenë. Edhe i shkoj i them Sadik Bektej. Dhe më shohë drejtarë, kam marrë të raportaj. Më mirë, pëse di rendojmë bugjetit të ministrisë. Anglishtës pa japë. Anglishtës e përdojnë, mund kjo një përqarë. Tani ka marrë kujtimet e generale Gjermanë dhe rrume i përshvim. Apo të tyre generale anglesë që kanë qenë këtu. Kjo s'ka të bëj me institutin. Qarë studimi dhe mënë. Tha, si s'ka liber anglisht? Fike unë të vishë dhe gjë anglishtë. Liber në, po më zonë liber të qarë do anglishtë dhe ju duhen librat që janë për artën ushtarak. Historinë e artën, strategjia ushtarak, e këto gjëra. Përthem të punojmë pjo me oficerë për armët që vinë, që përthem shpjegojmë me to. Këta janë. Kur një ditë bukur, i vllai Bashkim Kozeli, shoku tim të ngushtë, Begator Kozeli. Bashkim Kozeli një dhe po e ushtarak ka qenë, edhe ishim shok klasën në gjimnasë. Edhe në fillore. A i shkojti në shkollën Skënderbek, unë shkova në shkollën e mesme. A i pastaj u bë oficer, e bëri të përshë vjetë, ishte bëra vjetë në shkollën e aviacionit në Vlorë. A nëse i vllai i tij mori vesh që kështu ka qenë bashkimi, ai ka marrë tekstin e gjuhës për ushtarakët, për shkollat ushtarake. Po prishin të dilte volumi 2. Mi po e bototi, nuk e vëqun shpi botuse, e bototi ajo punisha ushtarake. Ato zdini si ta bën, nuk bunë ato shpjegimin e fonetikës për pjallet e ndryshme. Nuk dini të shkrunin gjermën anglisht si duhet. Pjallë lere i bën gjithë gabime dhe s'bën këllë për ma. Me eri keq, punova gati një. Një vit tërë s'kisha punë ma. Shkojnë në shkollën e bashkuar, ka i shkollën në alarm. I ka qimë të dhe shkollën i qek. Shkojnë në shkollën në marshinë. Shkollën pësim të regus, shkollën këtu. Unë shkojnë dhe nuk i gje. Nga 365 ditë në vitit, unë dhe dhash në 120 orë. 120 ditë vetëm. Kështë ishte atë. Mirë po, bërë sëlla, do Ministria Jashme, kishë bërë kërkesë në Komitetin Ekzekutiv për kuadra, me gjuhë, me intelektual, me shkollë të artë, me këto, për t'i marrë në kursin e diplomacisë që apesha, pranë Ministrisë Jashme. Edhe nda është kursin në 2 grupe, njëri grupë mëson të anglisht, tjetëri grupë frëngjisht. Dhe unë në të kohë më morën, Ministrin e morin në pyetje, edhe të këboj, pa tha, qa gjodi me folë? I thësh, qa është plisni ju? Inglishta. Si që ka zverë në inglishta. Po tjetër, frëngjisht, i thësh. Po në frëngjisht, wow,
ty e magnifik, që ke i mërkullush. Po dhe shë italisht, dhe rusisht, edhe kam mësua i dhe shumë, pak nga këto gjuhë dhe fqinja, pak shërbisht, pak kroatisht. Dhe punë. Dhe ishë antari grupit punës ministrë. Ka që në ramën e drejtorit. 32 vjeqën të bënë drejtorit ministrë një jashtë. Po e thëshë, e keni menduar mirë, thëshë. Shiko se unë kam dhe një sen, një të metë, jo të sen, po, ka një regull që nuk duhet të ketë familjarë në të një të vend. Unë kunatën e kam filani, Siri Shachani është kunati im, aji është drejtor të drejtorie. Dhe edhe unë, punë më dhe ishë kunati jotë, nuk është bla, nuk është babë. Dhe aty shkohet, jo. E po jo, po dhe i kom qitë. Se njerëzi që si ti ku t'i gjemë në kodrë, ti e diplomat i maru, ke ba universitet, ke maru dhe shkollën ndërkombëtare të kësaj stenografisë, a ke marrë diplom për stenografi, ke qenë në Radio Tiranës, spikeri në Radio Tiranës, që do më në më të mirë së ty? Një më marrëm që të të mirë. Vitën e dytë më mori me vetë në New York, antar delegacion. Që aty fillova viti 74, për e në parë dilja jashtë. Atë vit nuk erdi ai, erdi Reis Malilja, si kryetar delegacioni i zëvendës ministri. Edhe kemi shku, fillimisht nga Shkodra në atë kohë që është, si që është atëre kryeqyteti i Malizit, Titograd. Nga Titograd do merrim në avionin Jugoslav do shkonin në Beograd. Nga Beograd do shkonin në Itali, ku do merrin vizat amerikane, me konsulat amerikane. Kërë shkonë kërë mbritëm në Itali, ato oficerë dhe një këshën bu një gjëra radio, a ishte kamera, në mërshën një fotografi. Ishte kodë dhe misës jashtë. E kështu unë kalova nga Itali shkomë në Francë, atje në Francë që më në vitë. A me mbërëm në New York. Dhe mua e ndjeva vetën që ka marrë në universitet. Por mua universiteti i vërtet ishin Kombet e Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara është një organizëm të vërtet, një administratë e personës. Sa që kur më morën mua në punë, më vonë, të tregoj, më qunë në këto operacione dhe rritës faqës, se më kërkun më merrin në punë, po nuk më marrën do të në departament, sepse unë s'kisha qenë në këto operacione e faqës. E që të më vendosën atë drejtori, unë do t'i kisha përvoj. Pra në ta qojmë atje, bëj përvoj të marrë. Ishte Kofian Annan atë kohë, miku im, e kisha marrë të qojmë në Shqipëri, u bëm miqë, kemi shku në gjithë restorantet shqiptare, me pronar shqiptar, Kofian Annan, që u bë pasaj, sekretari përgjithshëm. Ashtu, edhe kur e përmenda këtë, sepse kur shkum atje, mua më ndiqte pas kjo puna e gjuhëve. Dhe arabisht, di unë, u që 3-4, 15 punonjës, pas e u bën 60 punonjës të ati, unë e kryetari komisionit për identifikimin e banorëve që me të drejtë apo pa të drejtë vote në referendumin që të zhvillosh. Se për këtë ishte minursa, misioni i Kombeve të Bashkuara për referendumin në Saranën Perëndimore. Ashtu. Tani, kjo ishte shkolla ime e parë që aku bëja. Ambasadori i atë kohë ishte një nuk, por me emër, na thonë dhe mua dhe ati Tupës. E dvonë Tupja ishte me mua përkthyes i frëngjishës. Edhe unë i thashë, që marri vetëm përkthyes? Lëvaja i komisione i klasë, frëngjishë e di shkëllqyshë ma mishë që di unë në anglisht. Dhe në fakt, ku shkoj e mbajti fjalimin në parë, në frëngjisht, gjithë krynë kokën. Çdo francezi atje, se francezi e kishe vendin atje, kjo këtë frëngjishë pura franceze. Hapi si erdi ambasadori francez, dhe i thonë kështu, shkoj i dha dorën, bravo të qovë. Një ajo frëngjishtë e bukur, dhe këndonë si bilik, i thonë. Ashtu. E mu më diti për ndere, gjashtu, edhe me të rrinë në bashkë. Ku plinim ne? Misioni shqiptar, gjithë kush në kishe zilit. Po, unë thoshë, na ke zilimë që më bëjmë një puna që kualifikuar. Po e se kemi arë New York.
New York po na shehu se kam pa ala New York. Kur dilin në jenë mbrëmje me ministrin nga dhe ai merrte vrapin, e se shumë shpejt reisi. Edhe në qitë shpirt, tha e bëm një hecë. Që e hecë dhe shkë që vrap, shumë po gjithë që më bjerë si dhe. E unë kështu e kam hapin në shpejt. Nese. Ne jetonim në mision brenda. Misioni ishte 3 apartamentet bashkuara bashkë. Në një apartament zhvilloheshin pritje për qellje, ishte një salon i madh. Atje, e sa vinin shkretët ata hidalgët e vjetër, këta shqiptarë amerikanët e Bostonit, edhe të Filadelfjes, që ishin më afër, me limuzinat më e vishe, plakat me vete, me tepsia me baklava, e me byreqe, e me amërsira, përgatit me vinin atje. Edhe gjithë bashkë me burrat atje vinin, edhe rinin e tyre, fillun në ardhe e Kosovar, që këto pritjet të atje në mision. Dhe unë, nga që kisha punuar kino mekanik në kohën e rinis, në kinoma Gimi dhe në pallatin e pionerëve, dije ta përdori aparatin në KPC, atë portativ rus, 16 mm. Edhe u shfaqja filmat shqiptarë. Vinin për qaponin, plakat e burrat. Roshë në knaqë, na e sodhe Skënderbeu, na e sodhe Ismail Qamali, na e sodhe këta. Edhe shfaqja. Mi më ka njerë prishë, ai shoferi nuk dinte ta përdorë të mirë, se shoferët i përdorin këto. I dhe shumë, e u prishë, që u prishë. I dhe shumë, ministrën të shkoj t'ja rregulloj që, që ti t'i po të shadë, unë kam qenë kino mekanik, kam qenë me patent. Si, një të marrë që të patent, kështë maja me vete. Ja dhe patent. Kam digju dhe që keni aparat dhe unë tash, ta përdorë unë gjatë kohës që të jemi atë. E kësha marrë me një 2 filmat, për 16 mm me vete. E rregullojë dhe gjithë një po ka atin tim për shumë. Po ka punu 6 vjetë, si ndimës kino mekanik, në kinoma Gimi. I bje shkallët hekurit, që në gjithë që ke kabina. I kthej, a i shkon dhe pinte e bëndë. A i që punon dhe si, i punësuar si kino mekanik. Edhe unë qiqa një altoparlant ke pëngjerja edhe muzikat që ishin, kështu që një ditë të bukur, po që faqishin filmat e Rashkapurit. Nata e parë, nata në dytë, shpërthyn derë, shpërthyn gjamat, i thyn gjamat, kush gjithë ato me origjinë egyptiane, të zitë e Shqipërisë. Vini të shqipnin prapë se e qëmarin, bëhe nami policia, një. Në bërë mledhe si të t'ja bëjmë. I regullon dyrët me gjama prapë, i thësh drejtoreshës. Kam unë një profesionin. Ata që vinë këtu, vinë për muzikën. Se atje rinë para ke bregu i lanës, ishte kinoma Gimi, atje shkojnë këndojnë e kërcejnë, ata këngët e Rashkapurit, edhe një dhja, baradia këndojnë e këndojnë i ndishtin. Edhe unë i thashën, kam unë një metodë ti maj dragë të altoparlantin hi-fi-un, këtë pëngjerja ishe një pëngjerja gjatë. Ashtu përdalë tymërët e karbonet të makina të aparatet të mdoje. Ashtu edhe atje në gjisha, edhe muzikën edhe me gjoni fillun të kërcu jem gjithë atje. Po e shra bërë, e bërë bukur po. Bashkë në të kohë, erdi kohë që barodhë universitetin, me emronë, si që thash, në Ministrinë e Jashtme, si antari i grupit punës. Kryetari i grupit ishe ambasadori Abdi Baleto, që u bë dhe politikan në kuvendin e parë. Ai ishte drejtori i turizmit dytë. Shkoi ambasador në OKB. Ishte deputet i Krujës. Krujës aty bës. Nuk më mend. Nuk e mbaj mend. Ashtu. Ai shkoi ambasador e quajnë ambasador pranë OKB se kishte shkuar me nesër natën disa herë si përqyes i përgjithshëm. Përgjithshëm e dinë mirë. Ashtu, edhe ngeli drejtoria e dytë. Ata bashkimin e kemi gati, ai e shkova fillimisht i drejtues i drejtorisë politike numër 2 të ministrit, që merresh me Evropën perëndimore,
Amerikën, Veriore dhe Jugore, edhe Afrikën. Kishte gjithë. Vendet e linjes dhe të Ballkanit ishin 2 zotëri tjerë. Në këto kushte, unë pata fatën që shkojnë shpesh në AKB. Edhe me emru në AKB, sepse Justin Papajorgji, që zë mësoj aty baletën, ishte smurën me kancu. E qonë kinë për ta kuruar dhe e bënë ambasador kinë. Për dhe e iku në Australi, ala është gjallë në Australi, u bën 20 vjetë, gati a i akoma është gjallë. Ta shofësh, ati si a prek do donën, se ka donën hekun shumë. Brap bënë dhe atë, jetoni ka 2 vajzët në Argentinë, në Australi, se më në shkollët atje, i ka martu atje, edhe atje jeton. Unë në 9 vjetën, kur erdi puna, qëllova në vendin e duar, në kone duar. Pata fatin e madh, të implikohem në vendosjen e marrëdhënieve, rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptarët e Amerikës, veçanërisht të vjetër, po dhe nuk e kuptonin dot pse Shqipëria s'ka marrëdhënie me Amerikën. Ambasador, pa banë më Italia dhe Gjermania e dojnë për plunë, e ju i vendosin që fillim marrëdhënie me ta. Amerika që i bëri Shqipërisë? Neve në kam batu këtu për bukur, ndihmoj Shqipërinë, presidenti Wilson shpalli mbështetjen për pavarësinë e Shqipërisë, e gjithë tjerë. Dëgjoj thash, fjalla juaj në vesh qeverisë. Perëndia s'ka punë me këto, po qeveria. Unë s'kam një forcë, dhe shpejto. Si të qoftë, tha. Ti dhe je patriot shqiptar, nga dima e madhe. Familja jote ka qenë një luksus, familja jote ka qenë për punën, tha. Ti i ke punëtor të erojnë të punën socialiste. Familja ju e shpëtor. Ti e ke për të cyrë, tha për shpëtor. Mua si unë vërtet më nga punë. Ne shkonim në përpritje diplomatike. Mirë po, aty ku ndodhesh ambasadorin Amerikan, apo Rusi, apo Izraeliti, ne nuk shkonim. Se nuk flasim me ta. Bile me një muzime që ti sektorisi me za, kur vinë me në takuë me dashë me pol me na. E thëshëm, si bote e sektorisi? I thash ministri, ja, unë se di ke qenë ambasador, si sektorisi, unë këtheja kara dhe ike, kur ishte Rusi apo Amerikanë. Kur bam, ditën që paraqita unë kredencialet, ambasadori Francës dha një drek për nderin tim. E ishte dhe ambasadori Uruguayt, të dy ne, unë i pari atë në Britanë, kontonë në rarë. Edhe më dha një gotë, unë aty duke për mobet me ambasadorin, pillon me ardhë ambasador të tjerë. Kur bam, zvëns ambasadori i OKB-s. Amerikan në OKB-s. A ishte ambasador me rang, u bëm pasaj drejtori i kabinetit të presidentit Plak Bush e tjerë. Pa dorë muaj. Ambasador dhe të që ju të akomë. I thësh, më fali, për në nuk njëfemi. Po e për të njohë, thëmë. Ate ullim dikot bizdojmë, për atë tonë. Thësh, s'kemi që bizdojmë. Ju e një thësh, në mos ka për zvës, përvajsu si prerëshim i Shtetet e Bashkuara, po thëmë. Po mirë, në s'kemi marrëdhënie diplomatike. Ju i keni prej marrëdhënie dhe ne. Dhe që të do posim ne? Ne të dy jemi në dy dogore të ndryshme. Unë ju kritikoj juve, ju kritikoni Shqipërinë e Shani, shkelën drejtën e njeriu dhe këto, ja dhe nën të lezën, nuk e lënë shkoj të shovi, barën e nënës e në Shani, në bëni. Ashtu, komunisti kështu, komunizmi ashtu. Keni kaq vite, ashtu, si mas thonë dhe unë si kam parë, bandat e diversante që vinin të vrisin e në Beroqën, apo udhëheqjen e partisë të shtetit, dënoheshin që kur kapeshin. Ashtu dhe këto thoshin janë veglet e Amerikës. Dhe u fut armiqësia në popull kundër Amerikës. Se një popull që e donte udhëheqjen e vet me shpirt, se kishin bërë luftën bashkë me ta, domosdoshmë do të mbështesin ata. Edhe ta harrojmë historinë tash. Ne jemi tjetër tani është globalizmi, gjithë jemi një botë të tërë,
së bashku duhet. Hajde të bisedojmë për okupat, ne jemi në okupat, jemi në vendet bilaterale. I thash, faleminderit. Më falni, nuk dua të largohem pa ju thënë, gëzojmë që i jo. Kur për, na vjen një tuf amerikanë, senatori, shefi sektorit të drejtave të njeriut. Ai ka vdekur ai senator. Ashtu, mendim sa të ti, edhe një gazetare, shefja e byros të New York Timesit në Washington. E po të pak të tha, dhe jam zonë tha senatori, pse jo i thash. Mora mundësimi, pse jo. Kam derin të takohem me Pilar. Ambasadori Pitarka i Shqipënisë, ambasadori i Shqipënisë, sa mirë dha, si jam takuar kur me një shqiptar. I thash, jemi populli më i vjetër i Evropës, duhet të kishte takuar këtu, faktë këta në Amerikë. Ne në Amerikë kemi 50.000 shqiptarë. E nese, aq u mbyll, ajo gazetarë dhe tha, a mund të kërkoj një intervistë mbas pritjes? I thash, jo, nuk mundet, se ne s'kemi marrëdhënie me ju. Mos më vini në pozitë vështirë. Kjo është pozitë zyrtare, e urdhëruar. Mos bëni këtu. Ka një kur pa artikull në New York Times. Ambasadori shqiptar ja la ambasadorit amerikan dorën në ajër. Se ne nuk kemi marrëdhënie me ju, ju jeni armikë tanë, tjerë. Gënjeu, më. Edhe kështu i ndodhi, thot Filani. Filani, ambasadori Filan, një gjefe televizin në këba, atje është ishte aty. Pa nuk erdhi ambasadori parë, erdhi ky atje. Ashtu. Unë kuptova që kjo pritje. E i të Franca, drejt postashtu, për një ambasador pikolo shqiptar, një të vogël, një të ri. Pa që ka i koordinu me kjo. Shof listën e ulljes, se i thaj, po ne, jeni ullur pranë, unë do jemi ullur me ta, si ne brynë, nuk do flasim da. Ambasadori francez, eksenancë, përse? Që ka ndodhë, pëse? Pëse që ishte ju me Amerikanë? Pëse dhe a i pararësim nuk do a ka fa këta? A i nuk para vinde ke pritë tonë, se nuk dinte frëngjisht. Pëse dhe shkushtë, a i përishtë anglisht mirë, ka marrore për anglisht në Rusi. Nëjse, fa jo, po si është puna? Po mi ta të ndërën vendin ta, edhe e more qojtja në qoshë edhe në Amerikanë. A i nejti sa nejtë edhe pak dhe kërështë një. U opendu, mua më buri me pranë të shoqës ti, edhe ambasadorit anglesë. Edhe më ndërë unë, shumë. E tash, a i senatori që ka shi, shtonë nga i pytjet bogët shumë, po do kemi rastakohemi ta, po pa tjetër është, nuk do me të mi këshujet, në shqitoj do të pa marrëdhënie. Kur bëm një ditë bukur, në misionin shqiptar, në rrugën 79 të Avenues nr. 2 të New Yorkut, bie zilja. Sekretarja ime, që bënte gjysmë punën si sekretar, e shoqja një nga diplomatët tonë, vjen në thotë shoku ambasador, ka marrë sekretaria e sekretarit, e zvetë sekretarit përgjithshëm. Kërkojnë të flasim me ju. I dhe qëfar du më shumë? Tha, ambasadori Filan kërkon të aftoj ambasadorin tuaj për një drek. Këtu në restorantin në Okobës. Se thotë që është i vetë ambasadori se kam takuar të vi, ta takoj njerë. E ti qaj fe, nuk është të ambasadori kur të vi do t'ja jam njerë në njoftim. Edhe ajo të regua dhe zhjutë. Se e din, ajo ishte e mirë informuar për që ndryme tonë. E i shoqë ishte dhe i diplomat. Kur verë në thonë, shumë thonë. Po të si fe, po tha të presim kur të vitë, si ja dhe të përgjigje. Nuk ja di si e ka mendjen a i dhe si e ka atë orarën e punës. Nesër në orën 1, tha është dreka. E i thashë në thuj që është dakord, të të ketë kënaqësinë dhe falenderon për ftesën bujare. Ky ishte Ronald Spires. Spy i thonë spionit.
A I kishte Spire. Ishte buri mirë. Ashtu, qa u takum, na dorën këtë në restorantit, ullëm, fillum ato të parë dhe qka në I të renga, ku bëj ato. Se me thonë që ti e shumë aktiv në gjirin e komunitetit dhe ambasadorëve dhe diplomatët të huaj. Po thash ne shemi super mëshiki, një gjërë zë bëj, ne du të shkëm ke njëri këtë jetë dhe marrë besh. Qa bëhet? Në ku bëhet? Që dim dhe në që të cilëm. Si do marrim pjesë në votime, si do votëm për filan të rezolut, qa përman filan të rezolut, ku janë kundërshtimet, ku që kundërshton, gjithë të njërë. Ta drejt e kepa, marrë po daleve, pse s'kishë mardhani në me disë dhe tona? Kishëm I thash, si kishëm. Në 1926, ju I prejtë mardhani. Ne ishim në aleancën e madhe dhe luftës dhe bëtërarë, me Anglinë, Bashkimin Sovjetik dhe ju Amerikën. Dhe ju me njerë vendosën mardhani me Shqipërinë. Sa pa u këshiruam. Ju kishi këshitar dhe ju në gjatë luftës. Kemi pas marrëdhënie mira. Po dha, I thash, me që komunistët e pa dëshiruar për Amerikën, erdhën në pushtet dhe delegatët e partisë nacionaliste u futën në burg për shkak të një incidenti që ndodhi në ambasadën sovjetike. U hodh një bombë, që thonë që mund të kenë bu Jugoslavë, po mund edhe vendalitë. Ato I prenë mardhën dhe ikën. Bile sa I këshim gjetër godinën që do hynin. Kështu dhe, pa mirë tha. Po sikur që ju në kësaj punë, pa. Delgja. Që delgjesh? Se ne delgja kemi anë dhe delgja. Që ishëm për shaka. Tha, dëgjo, unë kam qenë zëvën sekretari I shtetit. Zëvënsi I Bakerit. James Bakerit. Dhe aji jemi qenë si blasë me të. Do më ndëgjë qëllë. Unë të nuk kam nevojë të nga penqerja, nga dere, se kam qenë zëvënsi sekretar shtetit. Jo shumë kohë më parë. Një vit kishtë. Pa mi thotë, unë jam punoj për okupën, jemi punoj së okupën. Për dhe disë do unë të për të gjë. Ja të regohë si ka ndodhë I qyshtë. Po, parën shumë me këto, jo diversantët, jo tërsi e vërsi, të gjërë dhe tjera. Tha, pa mirë, unë të shok në I gjëtë, që të pengoj këtë punë. A si di, I thash, unë pa më pëtë qeverinë time, nuk bëjtë dhe gjë. Ti bëjtë atë që do? Aji, që këtë djallin në shumë të mu, që djallë patriot. Po të se kam për patriotizëm, po kjo është regull. A dini ju edhe që një shoku im, ambasador në Meksiko, është përreshtu nga partia dhe nga puna, e kanë qurë në uzinë me punu punëtor. Pse? Se ishën I drejt me ambasadorin Amerikan dhe kështë dalë fotografi. Ja shef shoferi e të regon, dhe dhe partije, përreshtim nga partije. Se me ambasadorin Amerikan, duke dhe shtutje, ju e një armiqtë e popëve tjera. Kështu ishte situata. Dile isha me shkrim në udhëzimet vjetore. Unë me grupin e punës, me udhëzime që I vinin nga Komiteti Qendror dhe Kryeministria, përgatisin tezat e punës për vitin që vjen. Aty fusin gjithë shka. Qa qëndrimit majnë për këtë problem, dhe si të silin me këta e me këta, dhe tyre dhe ambasadorin, dhe tyre dhe sekretarët. Ta ishin edhe udhëzimet vjetore. Edhe, kur në mbas bisedës telefonike me Rami Zalin, a I më thotë mu, bravo të qopë. Si dhe shumë. Pa da e marrë vesh këtë punë, da I gjerit I vetë. Mi jojë, shumë. A tha, e më tha, të shtja jam qëmërisë. Unë të si kom thonë, asë vendosim, asë më si vendosim. Unë dhe shë, këtë përvëzim, që ose e keni serios, po një mendim e kam, të shë. Diku në firë duhet dali, diku në firë në internet duhet dali, që ne jemi gati të vendosim marrëdhënien me Shqipërinë. Kaq duhet edhe shumë besoj. Po unë do t'ja paraqes direkt presidentit të Shqipërisë. Unë telefon s'kisha direkt në Shqipërinë, po telefonin e bëja nëpërmjet Italisë. I binin telefoni shumë ata lidheshin me një numër Itali,
në Itali edhe lidheshe me Tiranë. Ashtu po edhe me familjen, e ato më merrin. Edhe I them shohur Ramis, kam një njoftim shumë të urgjent, sepse më kërkon, më fton për datën kanë. Tani e kërkon të mje përgjigje, a jeni që takoheni të vendosë marrëdhënie. Ti si I the? I thash, unë s'kam vendosë, të vendosi qeveria, dhe prandaj t'ja paraqes qeverisë. I thash dhe këtë, që mirë është bëni deklaratë diku, që qeveria të ketë zërën e hapur, si kështu, o dhe mesatën të vendosim marrëdhënie. Bravo të qoftë. Ti thua me kënaqësi, jep një propozim zyrtar dhe të përgatisin një deklaratë zyrtare. Dhe e bëm një deklaratë zyrtare. Erdhën delegacioni nga ky zëvendës sekretari I shtetit që bëri bisedime me mu, që do bëndë bisedime me mu, ambasadori Pickering I Amerikës, një këshiltar I drejtorisë për Evropën, edhe një sekretar. Kurse unë kisha vetëm ata Gens Mlojën, që ishte këshiltari I misionit, dhe Sezan Bejo, sekretari I parë. Shkom të tre në OKB, aty u futëm në salonet e Këshillit Sigurimit, Security Council area. Ishte një dhomë ku bënin konsultime. Ai më tha, zoti ambasador, a ka mundësi një minutë tet-a-tet në dy? Po si? Shkemi në gjë. Shku më futëm këtë dhomë, ndëgjohë. Unë kam marrë një përgatitur, tha, që këtë punë ta vendosëm qytetat. Kam kartabjan nga presidenti Bush, edhe se është bërë që është bërë, ne jemi katë. I thash po, këtë ditë do bëjë një deklaratë nga territori që mbulon Evropën, për çështjen e marrëdhënieve. Edhe do dalim. Ne kemi përgatit një projekt memorandum të mirëkuptimit për rivendosjen e marrëdhënieve. Shihni tekstin, çojeni në qeverisë, po jeni dakord ta punojmë, ta repunojmë si do. I thash, faleminderit, ma bëni më të lehtë të tyre. Po tani, I thash, me që jemi tet-a-tet, unë kam një gjë të vogël personale. Unë jam tashma diplomat I vjetër në diplomaci. Dhe kam studiuar marrëdhënie me Amerikën intensisht. Se kam qenë drejtor që mbuloja marrëdhënie me Amerikën, Kanadan, Meksikën, Amerikën Latine. Ashtu. Ndërsa kam studiuar të gjitha marrëveshjet bilaterale që kanë vendosur nga ish mbreti Zog. Kongresi I Përmetit 1924 ka vendosur ti 24 ka vendosur të quajë null and void, të pa llogaritshme. Dhe nuk pranohet. Po thash, një dy nga këto, a mund të diskutojmë të rrujmë? Çfarë janë këto? E para është statusi ai marrëveshja për naturalizimin e qytetarëve shqiptarë në Amerikë. Se ne kemi shumë. Edhe gjithmonë më thonë, mos të kemi marrëdhënie, ne s'ta njohim për shqiptarë amerikanë. Shumë një gjë, ne kemi shumë shtete të botës. E dyta është edhe statusi I komit më të favorizuar në tregti. Kina ka 20 vjet, mundohet me vendosë me Amerikën, ju se keni dhënë. Ne e kemi vesh. Ata rrujmë ne vetë. Po si ata? Po s'bëm tregti që atë bëjmë në tjetër. Ju do shikoni që ju do përfitoni shumë nga tregtia me Amerikën. Faleminderit shumë I thash. Tani shkojmë bashkojmë grupet. I bashkojmë grupet, lexojmë tekstin e marrëveshjes të mirëkuptimit, dhe u kam një dy mendime, dy breke. Po t'ja qënë me e-mail, t'ja qënë ministrisë. Ta shopi qeveria, bi dakord. Qeveria që, ta, beni dakord në përgjithësi, riparoni një dy tre gjëra. Edhe dhamë dy sugjerime. Edhe unë u kisha thonë për këto dy, thë sa mirë s'ka shku, ne, po të shumë, ne si kom për me mja unë qëtë, për të punë, mi kam shkodje. Po s'bërë edhe këtë, dhe që të bëja me Amerikën.
Bravo të qonë, Ramisi. Ta bësh takimin dhe shkoni në Washington, si që kanë propozuar Amerikanë. S'është nevojë të takojnë prapë, as në misionin shqiptar, as diku në New York. Shkum në Washington mos një javë, edhe atje e zhvilluam bisedimet e plota. Përgatitën tekstin, unë kisha disa vërejtje, edhe në Shqip, po dhe me për anglisht. Ke vërejtën për gjuhën, po anglisht. E tha shumë, e shohë që i ka disa gabime, konstrukturale, se konstruktiv i frazës amerikanë nuk është shumë. E anglisht. Pa ti e dha i shkollës angleze, jo amerikanë. I thash mund, dhe thash po e shikoj që duhet ndryshuar. E dyta thash, neve kemi disa gjëra që duhet t'i pusë. Edhe i futën 2-3 shpreje atje. Genci e developoj në Shqip, ajo gërë në anglisht, e bashkum edhe vum siglet. Se duhet që marrëveshja të parasiglohesh, parafinohet quhet ajo. Unë BP, me shkruaj 2 inicial, edhe ai më dë. Unë bëlloj dorëzum kopit e njëri tjetrit, edhe unë dam. Ikëm, ato na propozuan të qëndrojmë të shohim Washingtonin. Kemi punë New York, ne. Unë jam titullar atje. Mirë, e kështu, kur? Erdhë vizitën të Gularit. Unë të shkoja në Tiranë. Ata thoshën brenda një javë, takohen 2 ambasadorë, ti dhe ambasadori ynë, në shkruan një marrëveshje. Se ne këto marrëveshje në shkruan në rang ambasadorësh. Bile do t'ja japim me emrin të atij zëvendësministrit, se tani e ish ambasador, e emëror ambasador në Kili. Kështu që edhe ish ambasador. Ju dy që e parafinut do të shkruan në shkruan marrëveshje. Thashë ja propozojmë qeverisë, po të kanë qef të ngrenë nivelin e ministrit jashtëm, apo të këshilltarit të presidentit. Se do të Sofo Lazari të shëmbinte ai. Pa ju përko që e shtynë një muaj, 2 muaj. Unë zërë Amerikanët, e ambasadorin tha, që kjo, pse u qedhe ka shumë, pse u bënove ka shumë, në telefon. Në aeroport, më ndalë nëse mu më që marru visa. S'mlerin me ju. Lërën e më shasë, se kemi takim me të dhe, në në bela. E kishin takim e këshana. Unë i dola për para kësaj. I thash, unë vi me 15, me datën 16 i thash Gençit, lërën një takim me ambasadorën amerikanë, që të bimë dakord për datën e firmosjes. Që të bitë delegacioni shqiptarë. Ku e thamë në pësishën e boja, me më bjeni këtë doni. U maron gjithë të punë, doktor, unë e kisha krenëri, që u mora me këta. Pastaj u mora dhe me bisedimet me ambasadorin angles, herë vetëm, herë me zëvendësministrin, Mohamed Kafani ishte zëvendësministri. Pastaj ambasadori iku në Hungari dhe u shpërngu në Evropë, bisedimet. Për vendosjen e marrëdhënieve dhe kthimin e arit monetar. Unë kisha punuar me grupin e punës për dokumentet e kërkesës për kthimin e arit monetar nga Komisioni Telepalish i Alatëve, anglo-amerikano-francese. Ari që i shkapur i Gjermanëve dhe Italianëve, që shkone në 2 tonë e 16 kilogram, do t'je e për Shqipërisë, aktuar t'je e për Shqipërisë. Se i takonte, se ishin shkruajtur Bank of Albania, ishin mbullet, se ishin gjithë me ingote, si i thonë, me plaka. E bisedum dhe apër e heri puna, nuk binin dakord, bile Thatcher i kryeministja, kur unë nuk theva, kishtë dërguar një telegram, kishtë dërguar një qek me emrin e saj, për 880.000 sterlinësh, që ishte gjoba që i kishte vënë gjykata ndërkombëtare e Hagës, Shqipërisë me rastin e konfliktit të incidentit kanalit Korfusit, për vrasjen e atyre marinarëve dhe edhe në erë 2 anijeve. Gjë që blokoti edhe dorëzimin e arit monetar shqiptar. Mirë po dhe Amerikanët punë edhe ata kërkesë. Ne kemi pronën në Shqipëri, Amerikanët e dumë t'i marrin ata pronën.
Pra dhe nga ato pare, do mbajmë për pronëve dhe shqiptarë. Mirë, do bisedojmë me Amerikanë. Kur thamë dhe bashkim që nuk do nisësh. Shpo ne kemi lënë për një javë mund shkoj, kam lënë takim me ambasadorin për përgatitin e ardhjes delegacionit shqiptar që të përcaktojmë datën dhe vendin. Jo, do përgatitesh mirë tha, për takimin e fundit. Shënë, po tha jova, se dhe në thejme Amerikanë që ju në keni bërë shumë, në keni bra njerës, në keni hodhë në herë fabrika e gjërë të tjera, me grupë diversante e tjera. E të shpa mirë, mu më caktot me i prish për pëndimisht marrëre, apo për deri vendosë ka ta. Shivle shutim për mu, se sjeti me linë në vërtish, tjetë vendosë për këtë punë. Nështë ju e dini dhe po të kjetë mundësi, më zëvëndësoni. Se s'ka, më ka më lezet me për me ta, kur unë dhe ndoj juën njësoj ble. E në gjërë amizi këtë muhabet në Sofë Lazmi, e ka delë bashkimit. Mirë po, kur shkuna datën 15 mars, kur shkuna në Washington, delegacioni shqiptar, mu nuk më morën me vene. Po morën Shpëtim Çavushin, që ju ishte kandidat i Komitetit Qendror dhe e bën drejtor të detyrisë të vendeve fqinj. Po që di ky për rokën bën dhe banë në Amerikë. Që di? Neve, me shokët e mi, unë kisha një bidon që të mopë me whisky, një galon që. I pëtova të gjithë, shokët e mi të drejtorisë dhe diplomatë të Ministrisë Jashtme, me rasën e vendosës të marrëdhënie. Brrr, telefoni. Kush është? E jam Antoni, po. Gjandon si e, mirë më mirë, po ti si e, po mo. Si më në qërë ndodhe kjo krizë, që thënë ke një krizë në zemër. Unë në zemër, që krizë? E vetë me krizë, Gjandon, në shmaru whisky. Jemi me 6 shokë për pimi, për vendosëm në marrëdhënie me Amerikën. O, qëra papa mua. Po pse pa, nuk erdhe do ti. Po shku, erdhe punët qënë të drejtorin, se u bë drejtora i. Ja të regon, a i ambasadori aty, i thot i thuaj, që ose është vërtet shumë smur, shëmë ne të marrin të bëjmë kujdes të në Amerikë të arkurajnë. Po jo më s'ka që i dhe po si shkanë patë një krizë familjare. E kështë putë ndomi. E shpranure. E shumë e di puna, unë e kam fikë në zemër që nuk ndodha në datë historike. Punova për atë punë. Më për doktor, po, unë nismën e mora nga zemra, jo nga qeveria jonë. U bënë shkak që qeveria u prononcu. Se gati ishë. Vetëm se kishte në grindje, ashtu kontradikta, në Komitetin Qendror. Thoshin, ti vendosen edhe me Rusin, me Bashkimin Sovjetik, në njëjtën kohë se të dy i kemi konsideruar të dy. Kur më thonë mua, se raket me faza, të shkojmë gjithë me i pas. Me Rusin, që pun ka Rusin? Ne me Amerikanin në ka kërkuar ai. Kur ti vi koha, do piqen marrëdhënie. Me Rusin kur doni qojnë. Po tani ne jemi në banën e vendosit marrëdhënie me ta. Ato presin mu për një, ju më majtët mu këtu. Për këtë më përsheni majtë me ta. Kur më rrita unë në aeroport, viza më kishte skadu, dhe që ndodhi? A i shefi i policisë, i migracionit, më takoj, zotë e më thërë në palë të po. Juve ju ka skadu viza. Po ja dhe që kam deri me datën 15, sot është 15. Po jo 15 nuk është inklusive. Deri në datën 15. 15 nuk ju lejon të finni. Po thanë e morëm urdhën nga Departamenti i Shtetit në përmjet ambasadorit që të japin vizën për 10 vjetë. Për 10 vjetë, për që të bëjme vjetë ambasadorit. Nese, ju i lau. Shokët e familjet gratë, erdi ambasadori, gjithë pritë që të hapë që ndër në zezë në zisha letërët. Unë iqë. Tha jo. Ky kur ka qenë antar delegacioni,
e mushë të qanë të gjithë letra, e pakon për familje tonë, për familje. Shkon të dhe i Shqipë të njerëzit tonë. E në thonë që ambasador, po, s'të kanë në letra dhe familje tonë, jo, pse dhe ju ka marrë madhë? Ma dhe për kallë mojtë për pepër. Ava qanta, nëzora një videokaset, edhe televizorën e mafë që e kishin jasë sa ky, atje në salonin e pritis, takoni me kalamajt. E se kërë, jo, dhe nuk kam të vitë të të. Se kërë nuk më lanë me emër në vete. A qanë, shkonin putin në ekran. 4 vjetë, papa fëmijë, nga 2-3 fëmijë. Betëm shoferi e kishe fëmijën në vete, edhe i djalin e kishe në Shqipëri. Sekretari dytë e kishe dhe i vaj, djalin me vete. A i pari, a i kishe gjithë familjen, gjithë fëmijën i kishe, sepse ishe gjë e rregullë që kur janë në moshë shkollore, do të qëndrojnë në Shqipëri. Djali imi ishe në shkollë ushtarake, në institutin e lartë të sigurimit. Vajza ki shko në Kuqovë ke motra ime. Atje ishte pedagogët dhe drejtori i teknikumit në Napsës. I biri punon të në uzinën mekanike, ekonomist. Dhe ndihmon që ai për matematikë një ishte të falë. E ndihmon të vajzën e ta. Po prapë se prapë, ju më onda. Edhe qatë bërë, ne i themi dy branët i kanisni, i meni me të mira. Edhe ashtu ata, se thoshe një prish Amerika, një fëmijë. Ato prishë Shqipliu, se i përgëdhenin këta, nga që s'kishin prindë gjithë se kush, me pare, me këta, me ta, të dy fëmijë të mi. Edhe kër erdhi puna e vërtet, a e mërë punën, e përzon nga puna. E emëron në shep sigurimin në 3 fshatët Lushës, më problematikët, ku ishin ta internumit. E ishte për kosë. Edhe i u morë vetëm me hapjen në pashaportë. Se ishte koha, ishte vitin 90. Ata ishte vendon vitin 90. Ata e kushërinjt e mi, cilët unë i kisha ndihmu bashkë me Bashkim Gazetetën, të shkojnë në institutin e Shkodrës. Ai, si familje Kulakësh, nuk ishte drejtë. Unë ndërhyra në Peshkopi, java të drejtë. Sepse i shokë i ngushtë i kushëririt tim. Dhe ai e ndihmonte në matematikë, se ky që shumë i zotin në matematikë. Marron 2 vjeçaren, unë prapë me Teftat Samin, u dhash bursë në Universitetin e Tiranës. Ai i tha, po sigur, e bi unë djali bashkimit, tha. Ambasadori tha, në sigurin shtetë. E bi unë, tha, e pruri për 2 javë, e pushoj nga puna. E pushoj nga puna në motivacionin, s'ke punuar mirë. S'ka pas një dosje. Edhe djalimi dhe në dosje, po ju atë që hapën në dosje, i keni punë burë. Unë ka marrë një ri, sa pa kom fillu punë. Unë si të bëja gjithë tjetër, me që majë këtë kobuar, edhe po pajis me pasaport për jashtë shtetit, këta të internumit. E kështu përfundova, unë isha i papunë, djale i papunë, vajza në shkollë, groja papunë, atë ko doli Kofi Annani më dërgoj njoftim. Nëpërmjet ambasadorit Arabisë Saudite, mësojti që unë jam rrugave papunë. Ka nedhur në au. Pse me kosha i ka Shqipni ambasadorit shqiptarka? Po ta marrim ne, thotë Kofi Annan, se ky ambasadori i Arabisë Saudite ishte presidenti i shoqatës të ambasadorëve pranë OKB-s dhe ishte ambasador. Unë isha sekretari i përgjithshëm i asaj shoqate. Edhe unë bëja gjithë do maja dokumentacion, edhe bësha njoftimin dhe këta. Ai me njërë shkoj i Kofi Annani. Shkërta keni marrë derën dhe dosën, to isha ambasador. Pa e ke pas mikë, pa. E ke njoftë, ke thonë, pa, ambasadori me patina. Se në këtë moment është me i vend me, në moment tjetër, gjitha ne me 2 vetëm më lërë, gjitha ko bënë. A kështu të vaj Kofi? Dhe ta marin ne. Ta marrë ta zënë zërtora ekzekutiv të drejtorisë të operacionet për rritjen e paqes. Marrë merë dhe çfarë dush bëje? Më thrasin,
me caktuar, mbushë dokumentat, shkoni ja çun kuadri, mirator kuadri, mi vëgosh miratimin të zërisë juridike. Që ty sekretariat, ti shohin ato dokumentacion. Ai drejtori juridik tha, nuk I takon në hyka. Pse? Se është ndaluar. Kështë mund të në drejtorinë në operacionet të paqes, pa qenë një herë në një nga misionet e OKB-s, operacionet e rritjes paqes. Se ka këtë përvaj, në nuk e dumë për ambasadorët. O, bë Kofi Anani. Pipo Kofi Anani në të kohë për sekretari përgjithshëm. E gjeni gjithë keqë ka. Zotë Vitar ka ta. A shkon ta një nga misionet. Të betohem të përgjesh shumë të të kejtë. Ti s'kem me nevoj për ato. Po, të kalohet që je ke qenë në mision. Ku të donim qonë. Pa, ke tre vende. Lyp e kërko. Në Saharan perëndimore, në jug të Marokut, ku është konflikti midis Marokut dhe Polisarios dhe Algjerisë që janë më. Në Angola, ku ka luftë civile, për shlirim, në lëvizje shlirimtare, dhe në Haiti, që është rrezik të kalojmë në luftë civile. I thash, Haiti edhe dhe në shumë lartë, paktën në Saharan perëndimore qik më hapa, për shku me pa fëmijë, familjen do alën në Tiranë. Se marrin dot se ishte mision pa familje. Çfarë trajtimi na kanë bërë atje martiri? Njerë funksionon dhe një administratë për sot, e misioni me administratë, me shefi administratë, shefi kuadrit, shefi përdhimi, shefi kësaj. Më falë të pi pakuvit. Dhe kështu, doktor, më qonë më në zova Saharan perëndimore, se thash kur isha ambasador, unë isha zëvendës I komitetit të rezolutës për Saharan perëndimore, bashkë me Algjeriani. Kryetar që Algjeriani, unë isha I dytë, edhe e njohë dosën mirë. Aq më mirë. Para mishdi, opse dhe gjithë gjutë e pasë di unë. Unë di frëngjisht, anglisht, rusisht është di, edhe pak nga këto gjuhë e fqive të anë. Jo marë jo bodike edhe. Ndërpres, Kofi Annan erdhi mas Peres dhe Kuelarit. Parës. Po me Peresin, a patët fati me punu, a organizu vizinën e tij? E ka përcjellë më së është gjatë. Me Kofi Annan e propozova unë rëmisalisë. E thash I vetmi shtet ku nuk ka shkel kam më sekretarit të përgjithshëm të OKB-s është Shqipëria. Është kohë të thosë. Një e dyta, ai më në punë ka vendosur të vi. E më tha që jam gati, po. Duke të zyrtare. Po edhe gjithë sot, janis, pa tjetër. Edhe e këto I qove ftesën zyrtare, u saktu dhe koha, u saktua data 2 maj. Që paraqitje disa... Në 90-ës. Yes. Ashtu. Tani ai nuk tha si kushte. Grekët, misioni grek, lobi grek, sërbët, misioni sërb, konsulatat sërbe, lobi sërbë madh në Amerikë, gjithë luftonin për në na sabotu këtë udhëtim. Unë ja thash, kështu, ku bisedova herën tjetër me Dekuelarin, I thash zotja Dekuelar kështu, po veprojnë ta, ku që pjeta, I ta, bëqët unë ta. Në shke marak, ka vendosur unë ta. Pastaj tha, do t'i edhe Amerika tha, e ka përqef që unë të vetë. Që ta aprojmë Shqipin. Më thamë, kishë marrë kartalian ka Amerikanë. Se kjo I sere e asnjëherë, po ishte mikë Shqipërisë. Sa ta konde reizin e këto, se me reizin kështë vendosë marrëdhënie në të dy vende. Ai ishte ambasadori Perus, Reiz Malin ambasadori Shqipërisë. Edhe ishte shumë mikë. Bashkë me të, mikë ishte edhe ambasadori Arabisë Saudite, Gjamil Barudi. A ishte mikë I madh I ishte zëvendës ministrit tonë të jashtëm. Edhe, se ai s'ka njeri, ai ishte ambasadori I Zotit. Tregojnë për atë incidentin që ja pren të folme në Asamblenë e Përgjithshme.
zënës ministrit tonë, edhe kjo shkoj, i qëtoj nderin, tha, nderin me t'ju arras e mirë, tha, mund kokë u kërën, tha, a që kënë pipi kafe bashkë, tha, se me këto s'menesh, vesh, edhe iku, që u liru dhe asambleja, ja, i shpëtoj edhe nderin, si të më të ikë se ky, anë të drë në Shqipni, pranove dhe më thonë, dhe të prezeni nga sana. Të rinte, nuk do zhvilloheshte, sa amsa, atëre pranove shkojnë pipi një kafe, e kështu. Ne thë miku im, na qënë dhe ne miku im. Përvëdimisht, të Kolari erdi me të. Mirë po unë, para prakish kësha biseduar edhe me Amerikani drejt për i trep, që ishte president i PNUD-it, i UNDP-s. UNDP-s, programi OKB-s për zhvillim. Ne në $1 milion e ca dollar ndihmë. Ashtu, mirë po, na pengonte që ne s'kishim në shkruar marrëveshjen me PNUD-in. Unë punën parë që kam bërë në Ministrinë e Jashtme, kam përkthyer atë marrëveshje. Edhe ndija që është një hyra me themelin, e studiova mirë punën e unërës e gjithë këtyre. Po ata nuk e pranon. Nuk pranon bile as një ndihmë që jep $150,000 OKB-ja për tërnetin e Peshkopijës. Ku shkova unë, takim me ta i thash, ka pas një çeki dhe UNDP-ja që e jepte për të dëmtuarit nga tërneti në zonën time. Unë viqa ndaj nga Dibra, rrethi Dibrës. Tha, e kam pa dhe është në dosje. Tani pa i që pa që të takoj aty. Prita, të thënë, ma bjerë në dosje. E dhe që, firmën në jetë, po e marrë është më tamë qëtë. E dhe që di që të ata jakë, po unë të të marrë qëtë, të qoj Dibrës time. Ashtu edhe erdi, 2 ditë para dhe Kolari erdi kënë Aleksandri, drejt për i tretë. E pritët mirë, e qumë në uzinë kombinatin e autotraktorëve, e qumë në Durrës ka ambitë atëri këto, unë e shëqrova, si isha ambasador dhe drejtor. Ashtu, unë mbuloja drejtorin e OKB-s. Dhe unë në ndodhë që e gjetëm me godinën ndërtesën, një ndërtesë të ish antarit bërës politike, u bë zyra e OKB-s. Dhe marrëveshjen në shkruam ne, ai dhe unë. Kur u bë ceremonia e hapjes së selisë të UNDP-s, të programit OKB-s për zhvillimin, mua më kishin lënë nga Basha, se kishin një Basha e ndërtesë. E thotë, ku është ambasadori Pitarka ai? Më shkon dhe mua. Këtu jam edhe. Çdo djeti tha, atëherë këtu e mua. Dhe në Basha do ta inauguronin të ndërtesë, se për te e morën me këtë, t'ju bërë një nismëtar. Edhe për vendosën e marrëveshjes tha. Hajde këtu. E morën më dorën ka. E tha të shajde, ta ullim këtë, i kishin vënë një copë, është tapta, ashtu, kadipeje. Edhe e zbulum plakën për kujtimore. Atje, këta ngenë në gjertët ministrisë. As i pjerë i parë, as i deshesh, falë për shpërë. Shë ndodhe, ashtë të Kolari tani, se e lash me njanë në fakt, për të bërë dhe qatë. Vizitë dhe Kolari që një nga sukseset dhe punës tine. Më falës një sekundë. Me fjalë, do fillojmë me vizitën. Që të isja në mëngjes, kur një gjithë bukur, atë ditë që ishte ai dhe Kolari, zbret poshtë edhe vjen në takon në Bashkë. S'pas ka sti që unë si puna ime, jo dhe unë jam early bird, unë s'gjohë herët, po më pëlqen shumë kopshte dhe erdha, edhe unë ashtu jam. Hajde të bëjmë i dorë muhabet, pa ecim bashkë këta. E shëtisëm, duke shëtitur, pare tha, zotë ambasador, më kujtuaj një gjatë. A thut që ngrej në Ramisalis problemin e familjes Popaj, na që ka hyrë në ambasadër italiana, që u ka blokuar marrëdhëniet me Italinë. Po, thash, këtë do jetë gjë e mirë. Për koincidens,
Zoti sekretari i përgjithshëm, unë kam qenë drejtori i dhunisë atë kohë. Unë jam marrë me hyrjen atyre atje, e me ambasadorin italian. E kam bërë dhe propozime bile përgjithën e problemit. Tha, t'ja ngrej presidenti Italia, tha. Unë e kam me vete drejtorin tim të kabinetit është italian, e qënë Gian Domenico Pico, ambasador është. Ta stërtoj më të mere dhe ime dhe nisjen e tyre. Ti qënë? Do të shkon Itali mirë. Jepi, ata pasaportën, vulosën, talen qytetarin shqiptar, edhe të marrin pasaportë italian, jo japi ambasadë. Avionin e kanë për ditë, kështu vjen nga Roma all'Italia, shkoj ky Domenico punën, Pico me ty, të dalë në aeroport i përse ndaj të tjera. Ishin dhe, si ju kanë, e keni vend shqinjë, sa poj dhe shumë. Vend i parë me marrëdhënie ekonomike nga Italia. Faleminderit shumë, po t'ja thoni me gjithmonë. Doni që edhe unë jo thonë ja thamë. E ja kështë thonë, në ngritë në kohë, më të frasë. Më thonë mu, ambasador ti ke qenë në të rinë atë kohë, të thejnë. Qa ke propozuar të si ta si dhe një qështë? Ramizi absolut. E thash, shoku Ramiz, presidenti ynë, ka qenë në mbledhje, unë i kam bërë. Unë isha i vetëmi që isha mbajtë shënime. Po s'ka njëri tha, që ka mbajtë një shënimi që është famë një orë, tha, edhe s'pëna, thoni që të bëjmë të shi, tha. Bëjmë një përmledhje, arrim konkluzione. Edhe, kështë në thonë në ushqisës ministri, ka një njëri këtu dhe që dënda, ka stenografi, ka mbajtur shënim që do gërëm, që do lapë që ke thonë. A përte? Po. Merë tha, merë drejtorin e të zvesunisën, në vetë shkoni ke zyre sekretarit, përgatisni një projekt deklarat e qeveritarën për shtymin. Se që ka ndodhur në ambasadë dhe Itanisë, e Bagdad. Ashtu, edhe që do shkoni në ministrinë e mreshme, ka pësëdur e ministrin, përgatisin që japin pasaportët. A i italianit marri pasaportët me vetë dhe mi. E shumë e punë. Po tha qa kështë propozur në dhe? I thashtë dhe shumë. Kam një propozim për të qeshur, edhe një propozim serios. Po na i thuja dhe të qeshme, në thare, shoku Ramiz, ma për para jenë të qeshme, që kësa, dhe jemi për të tëmë. Thash, a ju në dhe familje popa dhe ka të vezmet. Të që mje i zetë shtangisa në i thashë, a bëjnë ambasadorit, ti ike me vrapë e ambasadë me gjithë kru, sa ta kanë për t'i shku dhe krus brapa. Qeshën gjitha. Pa, po mirë da, po kjo s'bëhet, pa e një s'bëhet, dhe kjo s'la për këtë. Po, propozimi do kërët, shoku Ramiz, që është njësë me u ba, ka me u ba. Mendojnë ata, jo ne. Ata, me kësa kanë provokuar Shqipërinë që të hapi dyert, për të rinjur qytetarë shqiptarë të u thënë jashtë. Se dhe mos familjen që kanë njerëz andreje këtej. Prandaj ata të dojnë. E që këtej pasi të hapet udha për të pajisur gjithë shqiptarët me pasaportë, udhëtimi e të tjera. Pa, ja kështë për i përpozat drejtorit, da të shikur të bëjmë shumë. A i isha marrë vesh me italianët me njerë, i ato këshën bogati pasaportë, për që të shkonim në zyrën e ministrisë. Shkon ke zyrën e ministrisë, ke konsolore ku që jepin viza. A mi bogati viza të gjitha, unë sa i paraqita aty i erdhën ata, i paranjohën të dhash, as dorën aty. Unë një shamirë, vëzë dhe mosët e mje i kanë pasur shkollë. Kam sa episodet poshtë, për ti biri fashistë. A ishe gjërën fashistë i atë. I tyre, po ba. E shumë ba, i qurë në aeroport. Këto pjesë do t'i majë? Në pasaporta. I presën për dhe. Arjo. Dhe jemë për ty. E shumë ba, i nisi. Po bëjë këtë pjesën që Ramizalia i punë. Marë dhe mendimin ambasadorit edhe i mbështeti, kështu dojë. Dhe përfundimisht ikën ata, u marru kjo punë. Ai në bisedë me Ramizalin
I tha, e di si është puna, zoti president? Shqipëria është një shtet i vogël, thotë, Buzdet. Ju jeni si vendet e ulta. Hollanda, në Luksemburgu, Benelux. Edhe ata, për para se të ndërtonin ndërtesat, ndërtun digat. Që të mos ju vi ujtë. Dhe ju do të keni digat për para. Digat janë institucionet parlamentare, demokratike, që duhet të vendosin për problemet më kryesore. Juridike, ekonomike, kulturore, gjitha këto. Këto janë digat për ju. Se ju jeni edhe si ata që ku ja kanë zënë sytë, dhe kur t'ja heqish, njerëz ata do të ikin si të lutur me që. Para do bëhet hap pas hap. Unë ju këshilloj si mik i Shqipërisë që të veproni në këtë drejtim. Po i thënë Ramisi, më kujtohet me që the ke 11.000 për e mbesa. Unë kam vetëm një mbesë, e kemi mutakës. Sa ka fillu të edhe hapët e parë. Gjithë i shkojmë nga mrapa edhe rrëmë shko. Asnjë nuk e nxit që të vedapoj, se para ka prit me esme, ka më të veta. Kështu është në Shqipëri, demokracia në Shqipëri. S'kemi përpoj. Ne do hapë vazhdim. Pa më si thonë juve, hapë s'hapi. Po ja, për shumë më dha, Ramis Alia, ne kemi një organizator i njës që është shumë aktive. Edhe ka i brez në popull, ta këthe në parti. Po shqimë personale, në të tjetë. Jo, pa, të në organizator popullore, pa, partitë janë politike, ta të zjedhë njerëzit, popullit të zjedhë njerëzit që da, jo zi se këthoni ju. Nga një burim, mësojmë që këto ideja kështë dhe në Amerikanët. Do shkosh, do hedhësh Shqipërisë që dënohet se është shkel drejtë të njeriu. Dhe Nën Terezën nuk e lënë të vi. Prandaj thotë, jemi një vizë Nën Terezën të vi Shqipërinë. Shqiptare e keni. Ajo duhet kërnone për ta. Dhe kjo solli atë hapin e parë, pastaj me mas kësaj ndodhi. Edhe për të burgosur politik, diçka. Ky e kishte mbullet. Jo, i thamë për sa. Po do të merrni viçonin në punë. Se zgjeroni të burgosur politik. Viçonin në punë, që me punë, pjafron, do të tamam njerëz për demokraci. 2-3 herë kanë për takime tete a tete. Se shkanë thonë, këtë takime kështë e bënë me mu. I përtheva unë në anglisht. Kështu kur iku, më thatë falëndroni nga zemra. Nuk më shprit, nuk jam pritur kur, me këto ndërime, me këtë misi, me zemër, ashtë nga si kemi. Kemi një popull mrekullueshëm. Vini njerëzit tha, me më taku mu kur shkoja unë, me pa atë antikitetin. E ta shpëtua antikitetin, me shërën me popull. Jep të ndorën popullit. Edhe si kanë zirë, ta nuk i zorën të letë. Që di? Ja fasha në fosgurash, se a i me atë shqyqonit i branë tëm, ishte kino operator. Strazimirës a i? Strazimirës, po. Era njërë dhe pasaj, për vizitën e Ramis Alis njërë. Tjetër gjë ajo. Erë dhe Ramizja. U bë vizitë e ti, pritë për takohet me ta, edhe kërkoj takim me presidentin Bush. Ishe dita kur Bushi mori takim, bëri fjalimin e ti në asamblejën e përgjithshme. Edhe si mas traditës, çdo president në si maronte, shkonte ke sa gjitur që quheshe loxha e kineze, delegate lounge, edhe ati të bëndi një koktej i pri sekretarët e delegacionave. 3 veta, presidenti, ministri jashtëm dhe ambasadori. Pra, në qa isha dhe unë. Dhe gjo bashkim në tha, kur ne po marim rrallë, të jemi një dorën, këta 3, Bushi, Bekeri dhe ambasadori Pikeri. Ashtu, thot bashkim të. Kur të vijë, rrallë gjithë plasë, të takosh me ta, që ndorën një shikë dhe të uaj. Me leoni zoti president, që bë një kërkesë vogël. Presidenti ju për këtë punë ka ardhur, takohet me ju, ta përfundoni edhe marrëveshjen,
se u zgjatë kot. Ja, i thashën, po mirë, shohëramis, po s'është as seraja, as sera ime, as niveli im. Unë e kam gritur të me ambasadorin, a më thashë pa mundet. Në tjetën një vetë, më shme ja thonë vetë. Ma vjen, kur kaloj të ky, i tha, po kalojmë kohë interesante me gjithë shteteve tona. I tha, Kur kaloj Rizi, që u taku, e ma me në ambasador, tha, unë ambasador, ti ambasador, tha. Unë da luftoj të mos e fusëm kinën në OKB, ti da luftoj deri sa e fut kinën në OKB. Por tha, ti ambasador në kinë, edhe unë ambasador në kinë. Unë luftova të big presidentin Bush në kinë, ju i prishën marrë me kinë të ika. Kështu jeni ju. Sa me njëneve tjetë. Kështu mbarojtja i takim, a i tha, me gjithë që nuk mundën sot jam ambasador, sepse jam shumë i zonë, tani do marrë nga terasa e OKB-s, do hypin në helikopter, të shkoj drejt në aeroport, për shkuar në Washington. Se na vjen një vizitor i rëndësishëm. E për të do të shkoj në Panama. E vërtet, pam televizor që iku me helikopter, dhe shkojti atje, iku në e të nesër në pam televizor që unë nisë me avionin e fshi, për jashtë shtetit. Pra nuk pranun. Edhe ky, kur jam kthy, mbas vizitës në Tiranë dhe u shthy vendosje marrëdhënieve, ai mori në telefon në aeroport, nga sa po kisha mbritur në aeroport. Ambasador, që e kjo ata dhe pse u gënove? Ti dhe do vish më përpara. Thash lere dhe më thënë se erdhi dhe filani me filani. Aty kisha ardhe dhe kongresmeni Tom Landësh me një grup shqiptarësh bashkë me kongresmenin, ish kongresmenin shqiptara italian, Dio Guardi. Edhe me që unë i njohë dhe i kam takuar, po mua s'm kanë bërë kërkesë që të vinë në përmjet meje. Me mu ka bërë kërkesë nipi i John Kennedy. A i shtiu në janar, i shtiu në mars, erdi prill e i s'po vjen akoma. E i thashon, po mirë le të vinë, se mos vinë. Sepse këta kishin kërkuar e Kosovë. Tom Landës ishe kryetari komisionit drejtave të njeriut. Edhe shkonte në mbledhjet e Gjenevës për komisionin. Ishte mik i shqiptarëve. Këta ishin apruar, ai u bë sebeb që çojti Rugovën në Kongresin Amerikan. Departamenti i Shtetit në Kongresin Amerikan. Ai bëri luftën të bëhet e njohur çështja e Kosovës në Kongres të tjerë, bashkë me Dio Guardi. Dio Guardi krijoi lidhjen e shqiptarëve amerikanë të Amerikës. Edhe ai ishte kryetar në të shoqëna. Kështu që gjithë kjo punë, kjo ishte menduar me kohë. Po futën te kojlarin që ti sigur se imagjino, ti thotë jo Shqipëria një superfuqia, prandaj ato u venduan rënd. Edhe e lënë deri në marsin e 91. Ne i shiglum marrëveshjen e mirëkuptimit në prill të 90-s, Bardhani do vendosën në 91. Në mars. Se ishte vendosën me Rusën dhe Adin. Dhe u bë. Janë bërë gjithë ato mbledhje për kuqimore, për vendosjen e marrëdhënieve në Amerikës. Kanë njëndruar kaq e kaq ambasador amerikan. Unë s'kam shku njërë në ambasador amerikan, se s'më kam thu. Më kam thuar me herë në parë kur u ktheva, për datën e për Independence Day, në Hotel Rock në atje besoj. Edhe më unë s'pata. Qeveria shqiptare asnjëherë nuk kuptoi në mbledhjet përkujtimore për vendosjen e marrëdhënieve. Që unë si në svitar do t'isha i pari aty, para gjithë Ronxho Ponxhave të tjerë. Edhe e kam thonë kudo, shumë miqë dhe shokë të mi. Nuk vetëm me. Me qeverinë shqiptare do s'merë. Profesor, pastaj si erdhët, zoti ambasador, si erdhët pastaj në Amerikë, apo donim vazhdonim? Unë bëna kërkesë,
erdhën në Amerikë se më erdhi oferta për të punuar në OKB. Okay. Edhe vizën më dha OKB. Do më caktoni që vëndës drejtor ekzekutiv për operacionet e paqes. Por ndodhi ajo që me që unë s'kam punuar në këto nuk mundet. Dhe unë meta. Ata thanë, tani do të qenë në misionë. Kam qenë në misionin në OKB. Kur unë më ran dy infarkte atje, edhe erdha e bërë operacionin në Amerikë. I triple bypass. Ashtu. Po unë me kam me dorën e hëngra, për 2 javë unë nisa shkova në Afrikë për sëri, doktor. Që të arruja vend e punës, nëse dhe i maja familje. Mas 3 bypasseve për 2 javë. Mas i qa për 3 bypass. Për 2 javë unë nuk feve në Afrikë. Ai shefi i sektorit mjekësor, doktori, ma dha leje sepse isha shoku i ngusht i kushëririt ti. Kushëririt ti ambasadori i Ethiopis. Po ishte edhe i eti, i dërguri i organizatës të Unitetit Afrikan. Ai u bëseve që më qonë për së dytja. Unë shko për së dytja. Mi po në 2003, më ratë mi po. Në fërën 2003, më ratë prapë, edhe u largova, tash nuk bënë ba 1-2, edhe qoni me helikopterin ose avionin me marë mu nga Afrika, me më qonë në Spajnë. Më qonë në Spajnë, në spitalin e përgjithshëm të natës, për me më operu, se doli që i kam këto koronaret e bëkuar. Do më bëni 3 bypass atje. E mërvesh i me bi, edhe i thot ati doktorit vetë, që ishe edhe doktori i familjes, shumë e kam baban së mure qante. Thot që, mos e bëj atje në Spajnë, bjerë të bëj kushërimi parë. A i ka qenë në grupin e kirurgëve që operuan presidentin Jeltsin të Rusisë. Një nga kirurgën për të zotë, a i më bërë operat. Për shokë që nuk e njem do të. S'duk, që ishe që me... Me që edhe shumë punë, atë shumë për lërgohë. Atëre më ofronë me apin pension para koshën. Sepse unë si kështë bërë 12 vjetë për më. I kështë bërë 11 vjetë, por edhe 4 vjetë u që regjistruan, sepse ne u lërguam njerë, se Maroku e blokojti atë procesin e referendumit. Dhe unë u theva në New York, po se më qunë prapë. Pra ndaj të qërë 1-2 dhe me barel më jep një avionin e OKB-s, pra ndaj të më mirë tjike dhe shumë. Me liruan, dole në pension, më dha një pension para koshën, që thonë after service, health insurance. Po që po shkruani në kujtima, po... Shokët më shajnë në bëjnë, se i tësh 2 intervista i kam dhënë në televizor. 2 gazeta më të mëdha të Tiranës, me 5 ditë me radhë, kanë shkruar intervistën time me ta. 5 ditë me radhë. Shkojnë njerëzit në nërim, se pritesh radhë, shkon dhe nesër, ambasadori Pitarkov do flasë për bisedimin për vendosën e marrëdhënie. Tjetër për Anën Teresa, tjetër për ta. Ashtu, i thash, në gazetë kam shkuar dhe që do libri. Pasa, ku kam parë të paguaj libri? Libri i paguaj vetë autorit. Edhe nuk i shkojnë vetë, japën pare tjetër, i shkojnë tjetër dhe vënë emrin atje. S'ka me tronë për emrin. Emrin imi u përdhos. Pse? Ma neshte dhe jetë punës. S'ka përmend në njëri një lap nga qeveria shqiptare. Që filani ka vendos marrëdhënie me Amerikën një smetar. Kjo ishte puna. Atëherë edhe unë dojnë në pension, erba, këtu. Edhe por i rriqa mesa, i qojë në shkollë, edhe unë e qojë vetën, që e thosha shoferi komunalës, si qojë vajzat në për shkollë. Edhe një moja, pak për gjuhën, për njëri, për geografinë, ekonominë botërore, tjetë. Për vitur mja, ata. Ta që ndoni në Boca Raton? Tani unë jetoj në Boca Raton, kam një shtëpi të marrë me kredi, ata se kam pagu ndatë. Se ishte shumë e shtrenjtë, atë kohë kur e bleva unë,
E mora shtëpin, ishin shumë shtrenjtë. Tani punon vajza, më mban mua, edhe gruan time. Jam dhe ndihmuar nga Amerika, falë me shtet qeverisë amerikane, që më kanë dhënë një ndihmë mjaft të konsiderueshme për shëndetësinë, falas, ilaçet falas. Më japën edhe $200, e i thash edhe për shërbime për me shku ke doktorit me taksi. Kurse unë pensionin në Shqipëri më lidhën 57.000 lekë vjetra. Do më $5 70 cent. Aq bënde dolari atë kohë. Kështu është në Shqipëri, vende e vite zerës, Osmani ka qenë gjithmonë nami Osman Qerës. Kur ishit për herë të fundit në Shqipëri? Unë vetë në Shqipëri gati 2 herë në vit. 2 herë në vit. Edhe në prill, edhe në shtator. Po tani i shkoj vetëm një. Vjet isha 2 herë se isha me gruan. Nuk vajti do të gruseri do të grujen në prill, se s'ki shkuar 8 vjet, ra epidemia, edhe pasaporta i skadoj. Nuk kam thëti do të shkum në aeroport, do kanë në thypi në avion. Se s'kish pasaport shqiptar, i kish skadu. Ajo është me green card, nuk është bërë qytetar. Okej. Në i fjalë urimi përmbëllse. Ashtu. Tani, unë ju kam thënë miqve të rinj që kam gjetur në Florida, se miku i mirë të bëka me miq të mirë. Nga një mik që e njohë në aeroportin e Rinësit, u bashkova me miq në qytetin fqinj, në Fort Lauderdale. A i ka dhe një djalë të mrekullueshëm, e quajnë Ardian, është doktor, me shpirt njeriu i vizitoni, i këshillon gjithë njerëzit. I tha, edhe unë kam kënaqësi të ftohem për tyre. Dhe shkoj në darkat e tyre, më kam ftuar, në festat e tyre, më njerë dhe unë, naj sa mund e kam ftuar. Dhe për ta e shoh që kam gjetur të më vërtet miq të vërtet. Kështu që ajo jeta ime e ngrysur brenda shtëpisë është hapur nga miqtë e mi. Ja sot edhe këtë intervistë më në shpinë një miku tim të mirë. Ai mik më bëri me miq të tjerë. Ne kemi edhe një pasion për bashkët, zoti ambasador. Po? Dragon fruit. Po dragonin nuk e ke marrë, unë i ke aty. A do ta marr? E merë do të me gjitha të pa ishen. E unë ja dhash këti një, unë kam plot me rësa dush. Kam dhe, por ka një që e i dragonin bën lule, nuk bën fruta. Edhe plënu me dorë. A i kam bërë për rendizimi me dorë, me një furshë. Me një furshë. Po, duket është që nuk pjo. E ka, tani unë gjeta një, para disa ditësh, gjeta një rënjë në Walmart. Jo, në Home Depot. E kishe vetëm një të vogël. Ishte $2, nuk e sa më thënë. Edhe është marrë të rritët që isha dhe po e kontakt të tim. Unë kam 30 vitë sot, a 20 kam për të vogël, a plot. Kam bjedur, fish më kanë për kokra, piku. Jam pasionuar tani, hobi ishte peshkimi, unë s'kam takat ma edhe as ekonomi që të paguj anijet për shkuar me për peshkim, e kam këtyra hobi me qenë gardiner. Atëherë, zoti ambasador, të falenderoj përzemërsisht për intervistën, edhe shpresoj që do ngelim në kontakt dhe ndoshta do bëjmë edhe në intervistë. Unë ju ndjek shpesh, e ju ndjek edhe intervistët e juja, emisionet e juja, vetëm nëpërmjet Facebook-ut, kur ju i vendosin në Facebook. Përndryshe, unë shoh fotografitë e familjes të doktor Ardianit, edhe shpallë edhe me të edhe me familjen e tij. Se e familje mrekullueshme, një familje e madhe, patriotë të mirë të ndershëm, të Amerikës, po dhe të Shqipërisë. Faleminderit. Dhe unë, nëpërmjet kanalit tuaj, ju uroj bardhësi, fatmirë dhe një të gjitha të arrujnë dashurinë për Amerikën si sytë e ballit. Këtë them në Shqipëni. Duhet që rrujmë marrëdhënien me Amerikën si sytë e ballit. Sepse ajo na ka njohur pavarësinë dhe ajo na ruan pavarësinë. Prandaj të rrojmë miqësia edhe bashkëpunimi jonë strategjik
me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë nga ana ime nuk di si ta falenderoj qeverinë amerikane. Unë e kam jetë të dytë dhe këtë në sajtë qeverisë amerikane. Më thonë nga Zoti. Zoti ka për të tjerë. Për mua e thashëm, unë jam ateiste dhe nuk do Zoti mua. Ka dhe më ka lanë dhe më ka arru. 83 vjeç. Po mu më ka lanë Amerika të cilë të jetoj akoma. Me ilaqet, me doktorët, me operacionet që më ka bërë. Ku i bëja unë të këto? Po t'isha Shqipëri. E vërtetës. Ju falenderoj pa mas. Falenderit juve, quaj një nderuam t'jema. Një intervistë me televizorin quaj. Dhe uroj sukses. Yes, sir.